Parlamenti Evropian vendosi zyrtarisht të votojë më 14 shkurt rezolutën për Shqipërinë, bazuar në raportin e përgatitur nga eurodeputeti Knut Fleckenstein dhe të miratuar në Komisionin e Jashtëm me 52 vota pro dhe 6 abstenime. Eurodeputetët mirëpresin progresin e Shqipërisë në përpjekjet për të reformuar sektorin gjyqësor, i cili është një kërkesë kyçe e shqiptarëve dhe një faktor në rivendosjen e besimit në institucionet publike. Rivlerësimi i gjyqtarëve, prokurorëve dhe këshilltarëve ligjor janë hapa premtuese, por eurodeputetët mbeten të shqetësuar në çështje të tilla si drejtësia selektive, korrupsionin, ndërhyrjet politike në hetimet dhe rastet gjyqësore. Thuhet në njoftimin për shtyp të Parlamentit Evropian të datës 31 janar, ku Komisioni i Jashtëm miratoi draft rezolutën për Shqipërinë. Votimi i raportit dhe rezolutës vjen vetëm 5 muaj para zgjedhjeve parlamentare të 18 qershorit, të cilat bashkë me zbatimin e reformës në drejtësi shihen si kusht për integrimin evropian. Megjithatë, Shqipëria nevojitet të zbatojë në mënyrë të besueshme reformat që lidhen me Bashkimin Evropian dhe të sigurojë që zgjedhjet parlamentare të qershorit të jenë të lira e të ndershme, nëse duhet të nisin negociatat e anëtarësimit në BE. Citohet në projekt rezolut. Verën e kaluar, Parlamenti shqiptar miratoi me konsensus ndryshimet vendimtare kushtetuese, duke hapur rrugën për një reformë shumë ambicioze. Rezoluta ime rekomandon se hapja e negociatave për anëtarësimin në Bashkimin Evropian me Shqipërinë do të ndodhë kur do të nisë zbatimi i kësaj reforme vendimtare, u shpreh eurodeputeti Fleckenstein.